Të nderuar shikues, përshëndetje. Do jemi së bashku në edicionin informativ këtu në ekranin e kanalit 7, kundër të tjera do të ndiqni. Merret i pandehur drejtori i Komisionit të Prokurimeve Publike Jonaid Myzyri, prokuroria e posaçme akuzon për shkelje të barazisë në tendera. Maturantët mbyllën provimet e lirimit, testimi i fundit ishte ai i lëndës me zgjedhje. Preferencat e të rinjve janë ekonomia, qytetaria dhe psikologjia. Shqipëria shënon një numër rekord të turistëve të huajet në muajin maj, por bizneset në këtë sektor ankohen për mungesën e ujit në shumë zona. Kryeministri Edi Rama është takuar në Hag me kreun e Aleancës Veriatlantike Mark Rutte. Ata diskutuan mbi sfidat globale të sigurisë, investimet e NATO-s në Durrës si dhe për samitin që do të mbahet në Tiranë pas 2 vitesh. Nga Haga, ku po merr pjesë në samitin e Aleancës Euroatlantike, Kryeministri Edi Rama ka zhvilluar një takim me sekretarin e përgjithshëm të NATO-s, Mark Rutte. Në një postim në Facebook, kryeministri zbuloi detaje nga takimi për investimet e reja të NATO-s në Shqipëri. Kënaqësi të takoja sekretarin e përgjithshëm të NATO-s dhe mikun e çmuar Mark Rutte, me të cilën folën për angazhimet e samitit Ballkanin Perëndimor, investimin madhor në portin e ri të Durrësit, ku NATO do të angazhohet për terminalin ushtarak, e po ashtu edhe për përgatitjet e samitit 2027 në Tiranë. Kreu i qeverisë shoqëroi në këtë takim nga ministri i jashtëm Igli Hasani, ai Mrodis Pirovengu, drejtoresha e SHISH Vlora Hyseni dhe Arben Kingji, shefi i shtabit të përgjithshëm të forcave të armatosura. Në këtë samit pritet të arrihet një marrëveshje për rritjen e investimeve në mbrojtje dhe për të konfirmuar mbështetjen afatgjate për Ukrainën, ndërsa të pranishëm pritet të jenë rreth 6.000 përfaqësues dhe udhëheqës kryesor të shteteve anëtare, përfshirë presidentin e SBA-s Donald Trump, presidenti francez Emmanuel Macron, kancelarin gjerman Friedrich Merz dhe kryeministrin britanik Keir Starmer. Fokusi pritet të jetë kërkesa e kreut të shtëpisë së bardhë në Aleancës për rritjen e shpenzimeve të mbrojtjes në 5% të produktit të brendshëm bruto. Megjithatë, vëmendja është vendosur pjesërisht nga vendimi i Trump për të kryer sulme herore në 3 vende të pasurimit të uraniumit në Iran. Në vitin 2027, Shqipëria pritet të jetë vendi organizator i samitit të NATO-s. Edhe për një vit tjetër, gjendja në Ballkan do të konsiderohet e jashtëzakonshme nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Urdhri firmosur nga presidenti Trump shuan edhe shpresat e Sali Berishës për heqjen e non-gratës. Presidenti i Shtetit të Bashkuara Donald Trump ka zgjatur edhe për një vit urdhrin ekzekutiv për gjendjen e jashtëzakonshme në Ballkanin Perëndimor. Në dokumentin zyrtar të publikuar në Regjistrin Federal, thuhet se situata në rajonin ton vazhdon të përbëjë një kërcënim të jashtëzakonshëm për sigurinë kombëtare dhe politikën e jashtme të Shteteve të Bashkuara. Presidenti nënshkroi urdhrin ekzekutiv 14140 pas ngjarjeve në Ballkanin Perëndimor, të cilat përfshin përpjekje për të sfiduar sovranitetin dhe integritetin territorial të kombeve, për të minuar marrëveshjet dhe institucionet e pasluftës, për të përfshirë në korrupsion të konsiderueshëm që gërryen sundimin e ligjit dhe besimin në qeverisjen demokratike dhe për të shmangur sanksionet e qeverisë së Shteteve të Bashkuara. Firmosja e urdhrit ekzekutiv për vazhdimin dhe zgjerimin e fushëveprimit parashikon gjithashtu zgjatjen e bllokimit të pronës dhe vijimin e ndalimit të hyrjes në Shtetet e Bashkuara për personat që kontribuojnë në situatën destabilizuese në rajon apo të shpallur non-grata. Vendimi i rinovuar nga presidenti Trump i heq shpresat për ndryshim të statusit të gjithë personave të sanksionuar, përfshirë kryetarin e Partisë Demokratike Sali Berisha, i cili është shpallur non-grata familjarisht. Berisha kishte pretenduar se ardhja në pushtet e presidentit Trump do ta lironte atë nga sanksionet amerikane, për të cilat ai thotë se janë vendosur padrejtësisht nga administrata e mëparshme.